Ministria e Bujqësisë ka organizuar një bashkëbisedim me fermerë specialist bujqësie në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë. Për të bërë të njohur skemat dhe ndryshimet nga viti i kaluar, ishin të pranishëm në këtë takim zëvendës ministri Dhimo Kote, si dhe drejtoresha e AZHBR-s Ardita Kuçi. Duke nisur nga 14 prillit deri në fund të majit, fermerët kanë afat aplikimi për të përfituar nga skemat mbështetëse të Ministrisë së Bujqësisë, thot zëvendës ministri i Bujqësisë Dhimo Kote. Në Blegtori, veç mbështetjes për krerë që ishte për gjedhin dhe për të dhirtat, dhe për delet dhe për dhit, do të vazhdoj mbështetja dhe për viçat meshkuj për mish. Është një nga kushtet e Bashkimit Evropian dhe do të mbështesim çdo viç mashkull që do të matrikulohet, që do të mbahet deri në 6 muaj, për mish me 50.000 lekë të vjetra për krerë. Pra do vazhdoj skema e mbështetjes në grup për fermerët të cilët aplikojnë, si ai që ka 5 lop, 3 lop aplikojnë bashkë me një akt marrëveshje dhe ka një veteriner që ndjek gjithë procedurën, e njëjta gjë edhe për serat. Tani kush ndryshimi që kemi bërë një mas ndryshim tek serat. Duke parë që nga sfidat tona të Ministrisë së Bujqësisë dhe të qeverisë shqiptare, po dhe të fermerëve shqiptar është prodhimi i produkteve të sigurta, në standard, për të konkuruar në Bashkimin Evropian, është prodhimi i produkteve në sera për me mbrojtjen biologjike.